Përshëndetje, sot dua të flas për manipulimet vertebrale. Manipulimet vertebrale që shpesh I shohim nëpër rrjetet sociale janë ato krak, ato kërcitjet e çastit që kërkojnë për të impresionuar opinionin publik, pacientët dhe të gjithë, të madh e të vogël. Në fakt ne besojmë që këto manipulime vertebrale mund të kryen, por mund të kryen vetëm nga fizioterapistë që ndjekin standardet më të larta ndërkombëtare të AINFOMT, sepse AINFOMT është siguri për shëndetin tuaj. Kryhen vetëm nga fizioterapistë të specializuar në OMPT, në Orthopedic Manual Physical Therapist, që është titulli më I lartë në terapi manuale neuromuskuloskletike. Kryhen nga fizioterapistë që fillimisht kanë ngritur një hipotezë mbi mekanizmin e dhimbjes, mbi origjinën e dhimbjes dhe mbi të gjitha kur kanë eliminuar të gjitha kundraj indikacionet për mos vendosur në rrezik shëndetin e pacientëve. Do citoj aktualisht disa kundraindikacione të këtyre manipulimeve, siç mund të jenë fazat inflamatore, mund të jenë shenjat midolare, mund të jenë masa tumorale, por mbi të gjitha insuficienca vertebro-bazilare. Është një kontraindikacion shumë I rëndësishëm. Prandaj përpara se të kryeni këto manovra, sigurohuni që fizioterapisti është I specializuar për të kryer këto manovra. Faleminderit.